Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se u rikthyet në kursin ton. Unë jam Zysha dhe dua t'ju them një bravo të madhe që jeni këtu, sepse kjo do të thotë që e keni përfunduar me sukses leksionin 1. Tashmë dini si të prezantoheni, por çfarë vjen më pas në një bisedë? Pikërisht këtë do të zbulojmë sot së bashku. Jeni gati? Atëherë, le t'ja fillojmë. Ja, se çfarë kemi përgatitur për ju sot. Së pari do të mësojmë si të pyesim dikë si je. Pastaj, do të zbërthejmë misterin e numrave nga 0 deri në 20. Do të kuptojmë një herë mirë dallimin mes nga vjen dhe ku banon. Do të njehemi me foljen më të rëndësishme, foljen sign, dhe në fund do t'i bashkojmë të gjitha në një dialog fare të thjeshtë. Okej, le të fillojmë menjëherë me pikën e parë. Imagjinoni që sapo keni takuar një mik. Pasi thoni halo, pyetja më e natyrshme në botë është si je. Kjo është absolutisht thelbësore për të nisur çdo bisedë të mirëfillt. Tani, në gjermanisht duhet të kemi kujdes. Kemi 2 mënyra për ta bërë këtë pyetje. Kur flisni me miq, me familjar, me njerëz që i njihni mirë, përdorni formën e shkurtër dhe miqësore. Wie geht's? Shumë e thjeshtë. Por, kur i drejtoheni dikujt me respekt, si për shembull një personi më të madh apo shefi tuaj, duhet të përdorni formën e plotë. Wie geht es Ihnen? E vini re atë Ihnen me shkronjë të madhe? Pikërisht ajo tregon respektin. Mirë, pyetjen e mësuam. Po, përgjigja si është. E po, kam një mënyrë shumë të lehtë për ta mbajtur mend. Mendojeni si bateria e gjendjes shpirtërore. Po, tamam si bateria e telefonit tuaj. Kur bateria juaj është plot, 100% e karikuar, dhe ju ndiheni fantastikisht, atëherë përgjigja është sehr gut, që do të thotë shumë mirë, ose mund të thoni shkurt, super. Kjo tregon energji maksimale. Tani, çfarë ndodh kur bateria është ashtu rreth 50%, kur nuk je as shumë mirë, as keq, thjesht po kalon dita. Për këtë rast, gjermanët kanë një shprehje perfekte. Es geht, do të thotë ashtu kështu, ja dalim. Është një përgjigje shumë e zakonshme dhe neutrale. Dhe në fund, kur bateria është gati për t'u fikur, ndoshta në 10% dhe nuk ndjeheni as pak mirë, përgjigja e sinqertë është nicht so gut. Pra, jo dhe aq mirë. Tani keni të 3 nivelet. Provojeni t'i thoni me zë të lartë. Sehr gut, es geht, nicht so gut. Shumë mirë. Tani, le të kalojmë te numrat. Pa numra nuk bëjmë dot asgjë, apo jo? Do të fokusohemi te numrat nga 0 deri në 20, sepse këtu fshihen disa sekrete të vogla. Ju lutem, përsarisni pas meje me zë të lartë për të praktikuar shqiptimin. Fillojmë. 0, 1, 2. Kujdes, kjo zonë gjermanisht tingëllon si C e fort. 2, 3. 4, këtu V lexohet si F. 4, 5. Bëjni buzët gati si për të fishkëllyer. 5, 6, 7. Kjo S në fillim tingëllon si Z. 7, 8, 9. Oj lexohet si oj. 9. Dhe në fund, 10. Perfekt. Tani bëhuni gati sepse në familjen e numrave kemi 2 rebel, janë numrat 11 dhe 12. Këta nuk ndjekin asnjë rregull, kështu që duhen mësuar përmendësh. Kemi 11 dhe 12. Mbajeni mend sepse janë unik. Pas këtyre 2 rebelëve, lajmi i mirë është që gjithçka bëhet shumë logjike. Për të formuar numrat nga 13 deri 19 është si të ndërtosh me blloqe. Thjesht merrni numrin bazë, për shembull drej, që është 3, dhe i shtoni në fund fjalën zen, që është 10, dhe çfarë formohet? Dreisen. Le t'i shohim të gjithë me radhë. Ju lutem, përsërisni pas meje. Dreisen, 14, 15. Tani kujdes te 2 të radhës. Te numri 16 shkronja S e fjalës seks bie, kështu që themi 16. Edhe te 17 grupi N i fjalës siben bie, kështu që themi 17. Pastaj vazhdojmë normalisht. 18, 19 dhe në fund kemi 20. Bravo! Fantastike! Tani, kalojmë te një temë tjetër shumë e rëndësishme. Në leksionin e parë mësuam pyetjen woher kommst du? Pra, nga vjen. Sot do të mësojmë një pyetje tjetër. Wo wohnst du? Ku banon? Këto 2 pyetje shpesh gatërohen, por ne sot do ta qartësojmë këtë çështje një herë mirë. Dallimi është fare i thjeshtë. Mendojini kështu. Woher pyet për origjinën, për një lëvizje nga një vend në tjetrin. Prandaj përdorim fjalën aus, që do të thotë nga. Imagjinoni një shigjet në lëvizje. Nga ana tjetër, wo pyet për një vendodhje fikse, statike. Pra, ku jeni tani? Prandaj përdorim fjalën in, që do të thotë në. Imagjinoni një gjilpër të ngulur në hartë. Pra, pyetja në mënyrë informale është wo wohnst du? Formalisht themi wo wohnen Sie?
dhe përgjigjja është akoma më e thjeshtë, Ich wohne in, dhe pastaj thoni emrin e qytetit. Për shembull, Ich wohne in Tirana ose Ich wohne in Berlin. Kaq e thjeshtë. Mirë, merë një frymë thellë, sepse kemi arritur te pjesa e gramatikës. Dhe sot do t'ju prezantoj me një folje që është absolutisht thelbësore. Është mbretëresha e gjuhës gjermane, folja sein, që do të thotë të jesh ose jam. Pyetja është pse japim kaq shumë rëndësi, pse është kaq speciale. Përgjigjja është e thjeshtë, sepse kjo folje i thyen të gjitha rregullat. Folja sein është totalisht e çrregullt. Ajo nuk ndjek asnjë model dhe duhet mësuar përmendësh, fjalë për fjalë. Le ta shohim së bashku zgjedhimin. Për ich, pra unë, themi bin. Ich bin Zysha. Për du, pra ti, themi bist. Du bist super. Për formën formale zi, pra ju, themi sind. Sie sind nett. Dhe për veten e tret, ose zi, pra ai ose ajo, themi ist. Das ist mein Vater. Shikojni, asnjëra nuk I ngjan tjetrës. Fantastike! Keni mësuar përgjendjen, numrat, vendbanimin dhe foljen sein. Tani ka ardhur momenti më I bukur. Ti bashkojmë të gjitha këto pjesë të puzzle-it në një bisedë të vërtetë. Le të shohim një dialog të shkurtër. Le ta analizojmë pak këtë dialog. Lisa fillon me pyetjen që sako mësuam. Halo Tom, wie geht's? Tom përgjigjet me baterinë 100%, danke sehr gut, dhe ja kthem pyetjen asaj. Und dir? Përgjigjja e Lisës, es geht, na tregon që bateria e saj është rreth 50%. Më pas ajo përdor pyetjen tjetër kyçe. Wo wohnst du jetzt? Dhe Tom përgjigjet me strukturën e saktë që mësuam. Ich wohne in München. Ja pra, një bisedë e plot dhe e natyrshme me gjërat që sapo mësuat. Të dashurit e mi, keni bërë një punë vërtet të shkëlqyer sot. Keni mësuar si të pyesni për mirëqenien, të numëroni deri në 20, të tregoni ku banoni dhe keni takuar foljen më të rëndësishme në gjermanisht. Jeni një hap gjigant më afër qëllimit tuaj. Ju lumt. Dhe tani, kam një detyrë të vogël për ju, por jo në fletore, por këtu, në seksionin e komenteve. Dua t'ju pyes dy gjëra. Së pari, cili numër nga 0 deri në 20 ju duket më I vështirë për t'u shqiptuar? Dhe së dyti, ju lutem shkruani fjalin Ich wohne in, duke e plotësuar me qytetin ku banoni ju. Do t'i lexoj me shumë kënaqësi të gjitha komentet tuaja dhe mos harroni, nëse ky leksion ju pëlqeu dhe mësuat diçka të re, bëjini një like dhe ndajeni me miqt. Ju falenderoj nga zemra për vëmendjen dhe shihemi në leksionin 3, ku do të flasim për profesionet dhe familjen. Deri atëherë, vazhdoni të praktikoni çdo ditë, sepse çdo hap, sado I vogël, është një fitore. Auf Wiedersehen!